përballë të mirës me të keqen. Këtë bëj njeriu, për shembull kur përballet me të mirës dhe të keqes, themi në këtë rast analizohet çfarë fitojmë dhe çfarë humbim. Se nganjëherë ne bëjmë një të keqe për të realizuar një të mirë të madhe ose për të eliminuar një të keqe më të madhe. Po edhe mund të ndodhë që ne mund të eliminojmë një të mirë të vogël për të arritur një të mirë më të madhe ose për të larguar një të keqe të madhe. Pra, domethënë këtu hyn ajo që quhet fiqhul muwazana. Pra, peshorja, vendosja e ekuilibrave, çfarë fitojmë dhe çfarë humbim. Në rrafshin personal ose në rrafshin shoqëror. Pra, janë disa gjëra që bëhet një lloj tolerance në emër të mirës përgjithshme, në emër të interesit më të madh. Për shembull ne kemi rastin e pejgamberit alayhisalatu wasalam, që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha në një hadith, sikur njerëzit mos ishin akoma të rinë në Islam, mund të ta shembja Ka'bën dhe do ta bëja siç e ka ndërtuar Ibrahimi alayhis salam. Nuk e bëri këtë të mirë sepse kishte një rrezik. Mund të çonte njerëzit në dilemë ose në dyshim ose edhe mund të dilnin nga feja. Atë nuk e bëri, edhe meqenëse kjo është gjë e mirë. Për këtë arsye do themi ne ndonjëherë, që edhe ndoshta na keq kuptojnë vëllezërit tan, ore ca synete duhen lënë kur ka, le të themi, kur ka një dëm ose kur ka një risk mbas saj, edhe pse është synet, edhe pse e ka bërë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Në momentin që çon në një dëm të davetit, të punës islamit, të imazhit, atëherë më mirë mos bëhet ky synet, kjo gjë e pëlqyeshme, kjo gjë e mirë, më mirë mos bëhet, sepse ne kemi synim tjetër dhe kemi qëllim tjetër. Pra duam të po edhe e kundërt, nganjëherë mund të bëjmë një të keqe të vogël për të larguar të keqen më të madhe. Për shembull ndodh shumë herë që ne duhet bëjmë diçka, edhe pse e dimë që kjo gjë nuk është e mirë, edhe pse e dimë që kjo gjë është haram, mirë po kur e masim me të keqen më të madhe që mund të na ndodhi, nëse nuk do ta bëjmë, atëherë në këtë rast bëjmë si të keqen më të vogël.